Nuk ka qysh të fillon programi im pa fillu me kategorinë ma meritore, kategoritë e dalura nga lufta. Për gjitha familjet e dëshmorëve, rritje të pensioneve 50%, do të morrin aq pensione sa ka dëshmor një familje. 50% rritje për invalidët e luftës dhe i garantoj i siguroj trajtim shëndetësor, sa herë që kanë nevojë, brenda dhe jashtë institucioneve shëndetësore të Kosovës, pa qenë barë për invalidët e luftës. Ata dhanë gjithë shka për Kosovën, ata i dhanë edhe gjymtyrë dhe ne do t'ju qëndrojmë dhe do t'ju rrimë mbrapa. 50% rritje për veteranët e luftës, tjetë pensioneve për gjitha kategoritë e pensionistëve, 50%, për ma tepër të pensionet kontributdhense, për shkallëzimi pensioneve si pas kontributeve edhe viteve të punës të kaluara. 50% rritje edhe për familjet në asistencë sociale dhe gjithë ata që realizojnë pagesa përmes buxhetit Kosovës. Ne kujdesemi edhe për fëmijët e pensionistëve, edhe për fëmijët e veteranëve, edhe për fëmijët e dëshmorëve, që sot kontribojnë me dije dhe djersën e tyre në rritjen dhe zhvillimin e Kosovës. Rritje për 50%, për pagat, për mësues, profesor, arsimtar, mjek, punëtor shëndetësor, zjarfiks, ushtar, polic, shërbëes civil, për 85.000 njerëz që realizojnë paga përmes buxhetit Kosovës. Për neve, arsimi është perspektiva, arsimi është ekonomia, arsimi është e ardhmja Kosovës. Do të krijojmë fondin për bursa, 30 milion bursa në vit për gjithë vajzat dhe djemt që mos ngelin pa arrit me kry për studimet, pa e përfundu ëndrrën e tyre që ta përfundojnë një fakultet dhe të kvalifikohen për tregun e punës. Qerdhe gjithandej Kosovës, infrastrukturë moderne, digitalizim i sistemit arsimor, shëndetësi me pacientin në qendër, investim në infrastrukturën shëndetësore, sigurimet shëndetësore dhe mbi gjitha personat e moshuar, personat me smundje kronike, i garantojmë dhe i sigurojmë që do të kenë furnizim me borna pa pagesë.